30 institucione arsimore, publike dhe private, por edhe një sër kompanish private, janë bërë pjesë e panairit Work and Study, i cili u zhvillua në ambientet e qytetës së fëmijëve në Korçë. Në këtë panair maturantët kanë pasur mundësi të njihen me ofertat e universiteteve për programet e studimit, por nga ana tjetër është prezantuar edhe oferta e kompanive private lidhur me vendet vakante të punës. Rinia korçare është e etur për dije dhe universitetet publike dhe ato private kanë britur me oferta studimi që rinia të mos largohet nga vendi. Kjo është ideja dhe ky është leitmotivi i panairit Work and Study vit mas viti. Unë njoha me të gjitha ofertat e universiteteve që janë këtu pjesëmarrëse dhe unë dëshiroj të studioj për menaxhim biznes, kështu që po shikoj për ofertën më të mirë. Panairi për ne është shumë i vlefshëm. Neve jemi një kompani ndërtimi prej 26 vitesh në treg dhe aktualisht kemi ardhur këtu në panairin e këtushëm për të rekrutuar për projektet më të reja që neve kemi në Pogradec, në Tushemisht përkatësisht dhe jemi duke rekrutuar 2 pozicione pune, specialist imobiliar dhe inxhinier ndërtimi. Ky panair i cili vjen për të disat invit radhazi në të njëjtën periudhë, zhvillohet nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Zyrat e Punës, me qëllim që mënyra e studimit të rinjve të orientohet drejt tregut të punës.